Ajo vepër ka mundësi në vete të jetë e mirë, por rruga që çon deri tek ajo nuk është e mirë, Allahu nuk e pranon. Sadakaja është e mirë, është ibadet me vlerë, ibadet me shpërblim të madh, mirë po me dhënë sadaka me pasurinë e kamatës, Allahu nuk e pranon. Me dhënë sadaka me pasurinë e vjedhjes, Allahu nuk e pranon. Me dhënë sadaka me pasurinë e drogës, Allahu nuk e pranon. Për çfarë arsye? Për arsye se kjo vepër nuk është e pastër tek Allahu Azza wa Jall. La yaqbalu illa tayyiba. Allahu nuk e pranon asnjë gjë e cila nuk është e pastër. Vetëm ato gjëra që janë të pastërta i pranon Allahu Azza wa Jall. Andaj nëse besimtari vepron çdo gjë e cila është e pastër, edhe besimtari e merr emrin tayyib. Allahu Azza wa Jall është tayyib dhe nuk pranon përveç asaj vepre, asaj gjëje e cila është e tillë.